Përshëndetje gjithëve, lu Zotin që t'jeni sa më mirë. Faktikisht unë do ta bëj këtë video, po e di që do marr edhe shumë komente të tipit, po kjo është një terezi e tjera, por nuk komente apo mendime, se nuk është të thonë që të më shkruani nëpër komente, por që do të tregoja faktikisht një histori sa i përket pjesës së flokëve, që nga zeza e veshme, në fakt nuk është se duhet shumë, po siç e shikoni janë jashtëzakonisht shumë të gjata dhe për forcë, për gjëra, pastaj mos flasim pastaj për baby hair e tjera, por gjithsesi doja t'ju tregoja një sekret që askërkush nuk do ta thotë, harrojeni se ka për t'ju thënë ndonjëherë. Para disa vitesh, shumë vitesh, isha shumë e fiksuar pas flokëve dhe normalisht ndryshoja ngjyrat, por që merrja dhe produktet më të shtrenjta të mundshme, produktet më të mira të mundshme. Gjithmonë kjo gjë bëhet fjalë, domethënë, në kohën e universitetit të parë që unë kam qenë, domethënë gjithmonë pas gjimnazit. Edhe flokët e mia domethënë ishin deri këtu. Nuk e di a kam foto, në një video tjetër ndoshta do t'ju nxjerr edhe fotot. Edhe flokët e mia rrinin deri këtu, pavarësisht se i bëja ampula, pavarësisht se merja shampull dhe kremat më të shtrenjtë të mundshëm, pavarësisht se kur nuk, domethënë gjithmonë kryesha në parukeri, e gjitha këto gjërat e tjera. Siç e thash, flokët e mia gati për 5 apo 6 vite vetëm këtu i qëndronin gjithmonë me maja dyshe, apo që më shpifme nuk ishte ku më shku, sa që me thonë drejtën u depresionuva. Nëse, si përfundim, ajo çka duhet të them është një gjëja. Duhet ai sekreti që nuk ja thot askërkush, sepse këtu çdo kush do të shesi produktet e veta, do të tregoj kujdesin ndaj flokëve e tjera, por duhet dini diçka. E keni vënë re ndonjëherë që sa më shumë kujdes kushtoni, aq më shumë nuk rriten, nuk bëhen, nuk absolutisht fare asnjë gjë. Unë do t'ju këshilloja vetëm diçka. Të përdorni shampo apo maska, të cilat janë komplet natyrale, si në rastin konkret, për shembull shampull Bio Bajanxhi apo maska ushqyese e Bio Bajanxhi, të keni kujdes ushqimin që përdorni, pra të ushqeni tamam ashtu siç duhet. Dhe unë nuk e rekomandoj tharjen e flokëve, të bëni dush, unë nuk e rekomandoj tharjen e flokëve, absolutisht fare. T'i lini flokët të thahen vetë, sepse tharësja ju a than flokun dhe tjetra është kjo gjëja që bën edhe krijimin e yndyrës. Imagjinoj një nxehtësi e caktuar që vet në rrënjën e flokut tuaj, ju a yndyrës flokun, dhe vetëm të bëni këtë gjë, domethënë që t'i kapni këtë flok, t'i kapni me kapse, pas janë tharë sigurisht, dhe për një muaj rresht, të mos vendosni absolutisht as vajra, as të shkoni në parukeri për t'i krehur, absolutisht asnjë lloj gjëje përveç një krori të thjeshtë. Dhe do të shikoni pas një muaji flokët tuaja do të jenë të shëndetshme dhe jashtëzakonisht të shëndetshme. Maksimumi t'i lani një herë në 3 ditë apo një herë në 4 ditë. Ta leni flokun tuaj që të marrë yndyrën e vet, të ushqet me yndyrën e vet. Tani mund të më thoni zhulqe, mund të thoni çfarë lloj gjë, nuk më intereson fare, por që rezultati është këtu ku është dhe është i dukshëm që nuk ka nevojë për absolutisht asnjë lloj vaji, asnjë lloj trajtimi, mi shtukni pjastrat, mi shtukni tharëset, mi shtukni çdo lloj gjëje. Bëni këtë që ju them dhe për një muaj të shikoni se si do të jenë flokët tuaja, si do zgjaten flokët tuaja, jo po ky krem, jo pa i krem, jo po vaji këtu, jo po vaji aty. Harrojini, hiqini nga truri. Një shampo natyrale, pa sulfate, pa kimikate, pa absolutisht asnjë lloj gjëje, siç kemi shampon Bio Bajanxhi, maskën ushqyese pa sulfate, pa kimikate, pa absolutisht asnjë lloj ingredienti laboratorik që shkatron flokët, dhe
pa krefje, pa vajra, pa pjastra, pa tharse, pa asnjë lloj gjëje. Çdo ditë me një krër, kapini ato flokë dhe mjafton me kaq. Dhe një herë në jetën tuaj mendoni të jeni të shëndetshëm përpara se sa të jeni të bukur dhe do ta shikoni pasaj se sa të bukur do të bëheni kur jeni të shëndetshëm. Ju përshëndes të gjithëve, Zoti ju begatoft.